Muaji i Ramazanit nis nesër me 19 shkurt. Për të gjithë besimtarët musliman në Shqipëri, ky është një moment i rëndësishëm shpirtëror ku besimtarët përqendrohen në agjërim, lutje dhe përmirësimin moral e shoqëror. Kryetari i komunitetit musliman i Shqipërisë, Bujar Spahiu, uroi besimtarët dhe i ftoi që gjatë këtij muaji të jenë pranë më të dobëte dhe i ftoi ata që gjatë këtij muaji të jenë pranë më të dobëtove dhe të rrisin solidaritetin mes bashkëqytetarëve. Në librin e tij të shet, Allahu i madhruar thotë: Muaji i Ramazanit është ai në të cilin u shpall Kurani, si udhëzim për njerëzit dhe si sqarim i qartë i udhëzimit dhe dallimit. Ky ajet na kujton se Ramazani është kohë reflektimi dhe orientimi, kohë për të kthyer te vlerat themelore të besimit, drejtësisë dhe përgjegjësisë morale. Agjërimi është një akt adhurimi që na mëson disiplinën, vetkontrollin dhe ndjeshmërinë ndaj tjetrit. I dërguari i Allahut, Muhamedi alayhis salam, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të, ka thënë: kur vjen Ramazani, hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhenemit dhe djajt lidhen. Ky hadith është një mesazh shprese dhe optimizmi për çdo besimtar. Ramazani është mundësi për përmirësim individual dhe kolektiv, për pastrim shpirtëror dhe për ndërtimin e një shoqërie të bazuar në vlera të shëndoshme. Të dashur vëllezër dhe motra, në këtë muaj të shenjtë, rëndësi të veçantë ka edhe dimensioni social i besimit. Ramazani na fton të forcojmë solidaritetin, të shtojmë ndihmën ndaj nevojtarëve, të jemi pranë të dobëtëve dhe të kontribuojmë për një shoqëri më të drejtë dhe më humane. Agjërimi i Ramazanit është një nga 5 shtyllat kryesore të Islamit dhe simbolizon disiplinën shpirtërore, kontrollin mbi dëshirat dhe ndihmën ndaj të varfërve. Gjatë muajit besimtarët agjërojnë nga lindja deri në perëndim të diellit dhe kryejnë lutje të veçanta duke reflektuar mbi jetën shpirtërore dhe përgjegjësitë sociale.